Po tek adhurimet, çfarë mund të jenë disa gjëra që keq kuptohen? Për shembull, më është forma e adhurimit, trajta e adhurimit. Ne do adhurojmë Zotin duke përcaktuar formën dhe trajtën e adhurimit sikur duam ne, apo ashtu sikur përkon me dëshirën dhe pasionin ton, apo ashtu sikur përkon me interesin ton, apo sikur përkon me jetën ton, atë që kemi përmendur radhë të kaluara, pra është Islami gjëja kryesore që ne ja përshtasim jetën tonë, ja përshtasim Islamit, apo Islamin do ja përshtasim jetës. Nëse nuk e kuptojmë këtë, atëherë do të marrim një rrugtim që do të ketë pasoja me kalimin e kohës në aspektin individual, në aspektin familjar dhe në aspektin shoqëror. Pra, ne nuk adhurojmë Zotin ashtu sikur duam ne, sa duham ne dhe si duham ne, por është Zoti vetë i cili e ka përcaktuar se si do të adhurojmë Zotin. Përse? Sepse ne, nëse e përcaktojmë vetë formën e adhurimit të Zotit, sidomos të rinj për shembull, nuk do të jenë në gjendje të jenë në një mendje dhe përrjedhoj adhurimet do ndryshojnë. Dhe Allahu xhelle xhelalu është ai i cili din më mirë për ne se çfarë dim ne për vetveten tonë dhe ka bërë diçka unike, prandaj dhe shikon sot, qofshin burra, qofshin gra, qofshin të rinj, qofshin fëmijë, qofshin dhe të sëmur, kur mblidhen në namaz, mblidhen me rreshta. Subhanallah. Përse? Sepse është diçka e përcaktuar hynore prej Zotit fuqiplot. Dhe shikojmë atë panoramën fantastike, brillante, gjigante, aq të bukur, marramense, magjike mund ta quash në Qabe. Me një namaz të vetëm, e jep ikametin, masi është thirr ezani, e jep ikametin muezini dhe nuk është e nevojshme që dali imami dhe të qëndroj aty, imami nuk i shef do të gjithë njëherë. Aq e madhe është Qabja. Qoftë për brenda, qoftë në borë, qoftë në hapësira të tjera, domethënë rreth rrotull Qabës. Nuk mundet do t'i kontrolloj, nuk mundet do t'i menaxhoj, nuk mundet do t'i orientoj dhe t'i urdhëroj një për një. 2-3 herë thot ai. Drejtoheni safet dhe këtë e thot në arabisht, ndërkohë që aty ka 60 raca. Nuk e kuptojnë që të gjithë. Pyetja është si ka mundësi kjo panoram kaq e bukur, kaq e madhe, erdhi në këtë formë, ato rrafet aq bukur, domethënë çdo gjë në vendin e vet, sepse është një kërkesë hynore e Zotit, mënyrën dhe trajtën në formën e ka përcaktuar vetë Zoti dhe të gjithë ne nuk jemi duke shkuar tek njëri tjetri, jemi duke i përgjigjur Zotit. Kjo është ajo që duhet kuptojë rinia, por duhet kuptojnë të gjithë njerëzit. Gjithashtu, në momentin që ne i zgjedhim vetë formën e adhurimit, atëherë do të përçahemi. Nuk do të kemi diçka unike, nuk do të kemi diçka të përbashkët dhe pastaj patjetër që nuk do të jetojmë një jetë të përbashkët dhe besimi nuk pashmangshëm do të jetë besim individual dhe personal, sepse nuk gjejmë gjuhën, nuk gjejmë formën për të jetuar dhe për të bashkuar domethënë me njëri tjetrin.